Kjo ditë është ditë shumë e rëndësishme, jo vetëm për fakultetin tonë, por për tërë shoqërinë, jo vetëm në vendin tonë, por anë e kanë botës. Dhe për këtë arsye, ne si fakultet jemi angazhuar që sot përveç organizimeve të shumta, të vazhdueshme që kemi pas, dhe punën që bëhet nga mësimdhënësit tanë për studentët e fakultetit tonë, për studentët në nivel të universitetit, ne të ofrojmë për ditën ndërkombëtare të vajzave dhe grave, të mundsojmë që të ofrojmë një konferencë, siç e ceko dhe profesori Blerim, shkruaj konferencë në Hackathon 2025 në fakultetin tonë. Unë do ndoj pak disa histori shpejt dhe jemi shkurt se për vajzat se si ka qenë gjendja dhe si është sot në fakultetin tonë dhe ku kemi suksese me vajza dhe pse nuk kemi përfshirje shumë në institucionet tona edhe mbrenda, po sot pse në fushat e tona të ICT-s nuk ka përfshirje shumë edhe globalisht. Unë kur kam qenë vite 90 student në këtë fakultet, ka qenë një përqindje shumë e vogël e vajzave. Unë kam edhe kolegë të profesor, që profesori ka dhe që kemi qenë gjenerat, kur në punë gjeneratën tonë, kem pas dikun ja 320 student, ku vetëm 14 ka qenë vajza, ku në statistik nuk i bie as 5%. Dhe kjo ka ndiku që sot nuk kemi përfshirje të vajzave në gjitha pozicionet, edhe në industri, në pozitat menaxhuese, edhe në institucionet publike, edhe në vende tjera. Mirë po, për disa statistika që kam shqyqur në vazhdimsi, sot përfshirja e menaxhimit, e leadershipit të vajzave dhe grave globalisht është dikun 40%. Por në fushat e ICT-s, për shkak se herët në fushat e inxhinierisë nuk kanë studiu shumë, nuk kanë ndjek shkollimin globalisht shumë, është një përqindje shumë më e vogël. Ndërsa ne në të ardhmen presim që përfaqësimi i vajzave dhe i grave në për gjitha institucionet dhe në gjitha partneritetet publike dhe private të jetë ndryshe. Si të jetë ndryshe? Nëse sot nxjerrim statistikat e studentëve që kemi në fakultetin tonë, sikur dini, ne kemi sot prapërsisht 2000 studentë, por në fakultetin tonë kemi arritur që tani nga sot kemi 50% që studiojnë vajza. Ndërsa, ku përfaqësohemi sot me jo vetëm me vajzat që kanë studiuar në fakultetin tonë, por edhe në treva shqiptare. Unë veç përndoj pak që në fakultetin tonë, që ka studiuar në ish studente me një kohë, profesoresha Mizaferi Mimoni, ka arrit që të jetë dekania e parë grupën në fakultetin tonë. Dhe sot e kemi në akademi. Kjo është një arritur nga ana akademike, ndërsa e kemi edhe kolegën Murati, që s'ka studiu tek ne, por në majet e OpenAI ka qenë një prej themeluesve të ChatGPT. Dhe unë kërkoj për këto dy raste një dy aktivitete të fuqishme, do thotë për profesoreshën Mizaferi dhe në Murati. Prandaj, sot jemi shumë të interesuar që mos të përkrohim vajzat vetëm në fushën e fushat teknike apo në shkencë, po përmes aktiviteteve, konferencave, bursave dhe mënyrave të ndryshme të kemi në rend të parë, pa dallu gjinit. Mirë po, ne në fakultetin tonë fal edhe bursave që na vinë për të gjitha vajzat që studiojnë në STEM. Pastaj, nuk e la asnjëherë pa e përmend, është viti 4 me rend që bile 2 vitet e fundit vetëm për vajza na ndon bursa kost. Javën e ardhshme me Termokosit do të nshkruajmë një marrëveshje për 10 vajza të tjera dhe unë prej statistikave që shoh në menaxhimin e fakultetit tonë, mbi 80% të vajzave i kemi bursiste në fakultet. Që është një statistikë shumë e mirë dhe ne na bën të ndjehemi shumë mirë. Atëherë të nderuar studente, pjesëmarrës në security apo tamam po përshtatet, ju përgëzoj për përzgjedhjen e titullit të konferencës Hackathon 2025, kolegë, miq, pra dashamirë të teknologjisë. Më lejoni që në emër të rektorit të Universitetit të Prishtinës dhe në emrin tim personal t'ju uroj për këtë konferencë
dhe t'ju dëshiroj mbarësi e suksese të vazhdueshme në rrugën që keni filluar. Me ftesën e dekanit për të mbajtur një fjalim me hapjen e kësaj konference, i bëra një pyetje, thash, a është konferenca vetëm për vajza apo ka edhe djem? Tha, kryesisht konferenca është për vajza, po kemi ardhur në një kohë që lirisht mund të mendojmë mos po ju hym në hak djemve. Do të thotë edhe kur e përgatita fjalimin, e mendova mos po ndihem keq djem. Dhe kjo është një arritje vërtet e madhe, jo pse mund ndi keq djem, po është një lloj barazie që është arritur në shoqëri përmes investimit në edukim që nga mosha e hershme e deri sa jeni student. Pra, vendi ynë ka kalu në një tranzicion të theksuar të ndryshimeve në shoqëri dhe tradita ka bërë që fushat e teknikës, të teknologjisë të jenë më pak të përfaqësuara nga vajzat. Rrjedhimisht edhe edukimi është bërë i tillë që teknologjia nuk është për juve. Ato ju lëm djemve, burrave. Prandaj po më vjen mirë që kemi ardhur në këtë kohë dhe zemra mal po bëhet kur po i shoh ato vajza duke e kryer garën e tyre. Unë po i shoh të gjitha fitimtare, vetëm se janë aty, pra nuk ka rëndësi kush do del, cili grup do del i pari, është shumë e rëndësishme që aty janë vajzat duke garuar. Unë mendoj që Kosova është një vend i vogël, por me ëndra shumë të mëdha, dhe këto ëndra ne do t'i bëjmë realitet me punë, me përkushtim, dhe puna juaj, e përkushtimi juaj, qofshi djalë apo vajzë, grua apo burr, do të mbështetet në vazhdimsi nga Universiteti i Prishtinës. Pra, jo vetëm me këtë konferencë, po edhe me aktivitete tjera, rishikim të syllabuseve, që me pas cilësi çdo ditë në çdo ligjërat që organizohet në këtë universitet, që të ketë drejtësi sociale, që të ketë mirëqenie të studentëve, sepse këto janë prioritetet dhe duhet të jenë prioritetet e një universiteti. Leja edhe njëherë, t'ju uroj, t'ju përgëzoj për organizimin, dekan, profesor, të gjithë ju profesore, kolegë që keni marrë pjesë në këtë organizim, ju lumt, kështu e nderani ju vetëm fakultetin e juj, po tërë Universitetin e Prishtinës, e kur nderohet Universiteti i Prishtinës, nderohet krejt Kosova. Faleminderit, suksese është. Shumë informacione që i ndaj sot nuk vlejnë vetëm për Raiffeisen Tech, po vlejnë edhe për Raiffeisen Bank. Andaj mundën u konsideru si bazë për të dy kompanit. Para se me fillu me prezentimin teknik, kisha pas dëshirë me i konfirmu statistika që i ndajtën profesorat paraprakisht, edhe me këtë rast si përfaqësuesi sektorit privat, edhe ne mundim me konfirmu që pjesëmarrja e vajzave në kompani në kundrejt mashkujve është 49% femra edhe 51% meshkuj. Ndjehem shumë mirë kur i shoh vajza që kanë arritur, domethënë me këtë numër kaq të madh të jenë pjesëmarrëse në sektorin veçanërisht në fushën teknike. Një për shkak të rolit që kam në organizat, po dy edhe si babi 3 vajzave të mrekullueshme. Shpresoj që vajzat e mia bëhen sa ndoshta vetëm gjysma e këtyre vajzave të mrekullueshme. Pa humbur kohë, sot du me folë për sigurimin e informacionit në Raiffeisen Tech, në pamundësi për me hyrë në shumë detaje për shkak të konfidencialitetit. Prezentimin e kom kombinu pak me sistemin e menaxhimit të sigurisë, ndoshta më të njoftën në botë ISO 27000 nishin. Me këtë rast kemi me pa informacione edhe prej strukturës së 27000 nishit, që edhe për neve si Raiffeisen është bazë shumë e fortë për sistemin e sigurisë që e kemi.